Momente më vështirë kur jam bë operacion zemër, kom lind 3 herë. Rryma është shumë e lirë se çdo kon. Ma lirë po thua? Që ti nxejo 24 orë me klima ja harxhon. Që të është probleme, shumica këtu profesione nuk kanë. Sa është paga minimale në Danimark? 30 euro e 50 cent. Puna më e vështirë, punë fizike është ajo, me premesh. Momente e vështirë 2 kam pas. Momente më vështirë kur jam bë operacion zemër, edhe 2000 me 8 mars ndeshje. Aksident. Këto janë konë që më thonë, kom lind 3 herë. Po më vjen mirë që e ketë kalu. Faleminderit shumë. Po sa ke vështirë për ti me marrë vetën masanej? Jos, Ku ka ndodhur aksidente? aksident 2000 në Danimark. Danimark. Po. Jetoni atje? Po. Si është jetesa në Danimark? Po vjen interesant se çdo i dyti Gjermani e Zvicër. Jo, vallahi Danimark është shumë e bukur, shumë kushtet janë gjithçka mirë. Se sa ku je atje? 92-ën. 92. 92-ën, po. Sa është vështirë me jetu? Ose me pas një jetë normale? Veti është normal që është vështirë, po me kohën adaptohet njëri sikur çdo. Më trego pak me cilat fjalë nise për gurbet. 92-ën, atëherë gjithë dy semane me nisi më prish situata për punë njerëzit, gjithçka. E këtu si është jetesën? Këtu është shumë bukur vëllai. S'po na kthesh? Jo, në jam këthy se unë jam penzion. Unë këtu rri ma shumë se atje, po kam nipat, mesat, shkoj atje. Apo ka punë edhe këtu? Se po e lëshojnë vendin me demek edhe s'po ka punë, edhe s'po ka paga të mira. Paga tash mbaret qyshjem, po tatimi është ma i vogël këtu, atje unë 39% paguaj tatim. Shtetit. Tyra është edhe po ka punë, po zgjedhen. Ba, tash, do të me zgjedh profesionin që e ki. Që të është probleme, shumica këtu profesione nuk kanë, është pak problem. E ju atje çka keni punua për në njëta? Unë kom pru prej mesh 23 vjetë. Sa ka qenë vështirë për ty kjo punë? Puna më e vështirë, punë fizike është ajo, me premesh. Me gjithë grujem konë, po. Po, ja ke dalë, e ke rregullu sa do Ja, pak. mëre, se kom pas problem, valla, si me lume ta. E ke rregullu jetën sa do pak për Kosovë. Gjithçka. Aja pika e parë që është, familjen e kam në rregull, ajo është pasunia më e madhe. E sa është paga minimale në Zvicër? Në Danimark, tash në varë qysh punon. Unë para shumë vitesh e kom pas rrugën shumë të madhe, me unë edhe gruaja. Tash vetë ka Sa e po. tash ka shku mo? A e ki mo? 30 euro e 50 cent. Në atë kohë. Neto e kom pas. Ora 30 euro 50 cent. Unë që tash qonë të në kraj direkt. Wallahi, kur do me punu, ka punë ku dush. Dhe me thonë për punëturin, ka gjithë punë. Gjithë. E të pa punëturin, ato që ku dush së më punën. Qa është me keqja, që i bojnë shumica bojnë propagandë, jo kështu, jo ashtu, jo, nuk është. Me kona ashtu, nuk është të Kosova që shish, i kanë gjithë se kush, as të njëri si ka kushtit të liga, gjithë tonë i kanë të mira. E këtu si shati çmimat? Çmimet kanë çdo konë apo këton. Çdo konë kanë hyrë, po jo aq ekstrem sa që e bojnë. Rryma është shumë e lirë se çdo konë. Ma lirë po thua? Që ti nxejo 24 orë me klima ja harxhon. Shumë harxhon. Ku kanë botë me pagu, për shembull, që për lop bërlogun, mbedurinat. Është tepër e lirë, ujin. Shumë është lirë. Sa pagun ti në Danimark rrymë? Pa tash në varët 100-150. Ta kom vëlla pse shkuve. Atë mërë gruja, Jo, a kushtet? kom shku me vizë punës edhe për një jetë më të mirë. A ke mujt me gjithë jetën më të mirë? Për do arsye më të mirë, për do arsye jo. Është më e keqe që je larg familjes, je larg vendit tanë. Fëmija kanë me u kapë tyne që janë asimilu edhe pritem më asimilu. A kështë pas që vëlla që qika me ta marrë të hujin? Jo, nëse më pyet mua jo. Pre që shë vëlla? Mirë. Gurbetxhi? Po. Cilën vend vëlla gurbet? Jemi në rrethin Dortmundit, Gjermani. Gjermani po. Halëve getë gut? Mirë këtë gutë në Celbës, e Qarbajtë. Kosova zeja gut? Zja gut. Janë me votua qka? Jo, kom marrë për mi vizitu prind. A i ki gjohë? Po. Shodon zote dhe shumë vjeti. Prindi jam ka dalë benzion në muajin nëntor, me një nëntor. Kam qenë edhe nëntor edhe tash. A vjen shpesh vëlla?
Po, Cila është arsyeja më e madhe që vjen? arsyeja më e madhe është vendlindja jone, pse mos marrë me vizitu. Njerëzit tonë, të afërmit tonë. Që sa janë gërbet lo? Konkretisht në 2019 më shku për herë të para nina, dikun 6 vite i bajnë. Tregon vëlla pse shkove. Atë mor gruaja, Jo, a kushtet? kom shku me vizë punës edhe për një jetë më të mirë. A ke mujt me gjetë jetën më të mirë? Për do arsye më të mirë, për do arsye jo. Cilat janë më të mirat që i ke gjetë atje? Arsye më e mirë është orari i punës, kushtet e punës më të mira, sillimi shëndetësor. E më të këqijat? Ma të këqijat, është më e keqja që je larg familjes, je larg vendit tanë, edhe fëmija kanë me up. Fëmija kanë mu. Mbas një kohë e kanë me up. Se nëse nuk ka shoqëni fëmija që tyën nuk vje prapë. Po thu që fëmijët e shqiptarëve atje që lindën edhe rritën atje, po thu që mas një kohë hupin. Ka për tyne që janë asimilu edhe pritin më asimilu edhe që të Dim që arsye. ka për tëne që i kanë prejnë shqiptarët, sa dinë si Nuk të e din dikër asnjë shqip. fjalë, asnjë fjalë shqip ka për tyne. Po e kam një qitë vogël. Zotit Arujt. Faleminderit. A flet qika, a rrit? Jo, për momentin që tash ka fillu me fol ka pak, i ka 2 vjet e gjys. A kështë pas që vëlla që qika me ta marrë të hujin? Jo, nëse më pyet mua jo. A nëse më pyet mua, është dëshirë sojna. Prapë se prapë do t'i preferoj në mas mitë një shqiptarë, gjaki jonë më së rupë. Tregon vëlla, a ma shumë ki qenë me të rrit qika këtu në Gjermani? Ma shumë këtë, Ma shumë. të thamë drejten. Pse vëlla ma shumë këtë? Po, ma shumë drejtë se këtu ka mundësi, është janë më të mira, janë për fëmija më mira. Për shoqënia është në janë shqiptarë, edhe nuk ka mundësi me morë të huj. Qa menon për ata cilët qikat e zoni kanë marrë të hujat, të hujt? Është që zgjedhje individuale se cilit, nuk është mirë për zgjedhje skujna. Qik tonë nëse ki është vështirë mja imponu, sa për sot. Aj, sa nuk imponohet. Jo, nuk i imponohet, pa është me dëshirë është. I pëlqen e merr edhe se cilë ka jetën e vetë. Kur menon vëlla mu këthin Kosovë? Ku menu për momentin nuk e di, nuk mund të them diçka që më do të më kthyer ose jo. Kur e ki bu njetë kështë që ke thonë mas saj kohë e kom një të më këthy? Plan se kom planifikuar kërgjo, absolut. Ka pas kohë më herë që kom menu më kthi prap. Edhe e gjitha një jetë tjetër. U shpërngula në Gjermani, u shpërngula prap. Për një vendit, për një rrethine tjetër, për një kantoni tjetër, një kanton tjetër.